kam përmendur shpesh dhe do duhet ta përmend. Kemi të bëjmë jo thjesht me gjuhë komunikim, po humbim aftësitë bazike të jetës së përditshme. Pra, fëmijët nuk po dinë ku janë, nuk po dinë të orientohen, nuk po arrin të zhvillohen ashtu siç duhen. A është për shkak të teknologjisë? Absolutisht që po. Dhe kjo zë një pjesë të madhe, pra është një pjesë e madhe e asaj tortës në përgjithësi, po themi, të gjithë problematikave që lidhen me zhvillimin e fëmijës. Por mos harrojmë ushqimet, mos harrojmë mënyrën se si faktorët, pra këto lloj problematikash janë multifaktoriale. Janë multifaktoriale dhe ka të bëjë me që nga momenti i ngjisjes e konceptimit të fëmijës, që nga mënyra se si ka jetuar dhe është ushqyer nëna dhe babai, që nga mënyrën se si shkon shtatzania, çfarë problematikash ka shtatzania, si ushqehet nëna, çfarë problematikash psikoemocionale ajo ka, çfarë problematikash mund të ketë babai në këtë periudhë, mënyra e lindjes, mënyra e rritjes, ushqyerja, që nga mënyra se si nëna e lind fëmijën, pra nëse fëmia lind me rrugë natyrale apo me seksio, se si zhvillohen ngjarjet, problematikat medikale, mjekësore apo problematikat e tjera apo ecuria tjetër që mbas lindjes së fëmijës. Mënyrën se si ushqen nëna më pas, sidomos ato 1000 ditët e para janë shumë të rëndësishme. Mjedisi rrethus, mënyra e ushqyerjes,